Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zbuluar indicie për manipulimin dhe përcaktimin e tenderave të Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, pas hetimeve që fillimisht nisën për një skem kontraband cigaresh në vitin 2023. Sipas dosjes hetimore, nga komunikimet e burgjuara mes biznesmenëve janë zbuluar materiale me interes që lidhen drejt për drejt me prokurimet publike të Akshit. Në fokus janë vendosur procedura të shumta tenderimi mes tyre dhe 20 ankesa të paraqitura nga biznesmeni Geron Dmeçe. SPAK thekson se personat në hetim shfaqin shqetësim për praninë e kompanisë lidhur me Meçe në garat e prokurimit, pasi ai kishte qenë më herët një nga përfituesit kryesor të fondeve në këtë institucion. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre tenderave rezultojnë me flamur të kuq ose të klasifikuar si sekret. Hetuesit dyshojnë se këto rrethana mund të lidhen edhe me faktin që Meçe nuk denoncoi menjëherë një episod pengmarrje, përmes të cilit pretendohet se u bë presion për të tërhequr 20 ankesa për tendera të humbur. Ai foli vetëm pasi u thirr nga SPAK për të dëshmuar me 22 shtator 2025, ndonse ngjarja kishte ndodhur rreth një muaj e gjysmë më herët. Në dosje, përmendet se biznesmeni kishte siguruar pamje filmike nga kamerat e sigurisë, por vendosi t'i dorëzonte ato vetëm kur u përball me hetimin. Sipas prokurorisë, ekziston dyshimi se ai ka mbledhur prova për t'i përdorur si mjet presioni apo shantazhi ndaj kundërshtarëve me qëllim sigurimin e tenderave në favor të kompanisë së tij. Skandali doli në dritë nga komunikimet të kryqëzuara mes personave të përfshirë edhe në hetime të tjera penale, ndërsa drejtuesi i Advance Business Solution nuk ishte bërë kallëzim të drejtë për drejtë për ngjarjen. SPAK po verifikon tashmë qindra milion euro kontrata publike përfshirë edhe periudhën kur kjo kompani konsiderohej ndër përfituesit më të mëdhenj në Aksh. Hetimet vijojnë për të zbardhur nëse kemi të bëjmë një skem të strukturuar manipulimi të fondeve publike.